Okej, është një Rea. Vërtet që është një Rea. Edhe i përngjason pak me thënë të drejtën dhe me emrin e saj të vërtet. Alo? Hey, Goca. O Rea, po të shohim Rea. Okej. Si je ti? Mirë jam, kam pak emocione në fakt, është e parë që dhe tregoj këtë histori. Do t'ua bëjmë surprizë Gjesit dhe Meglit, sepse ti dje në DM-in në Instagramit ke folur me mua, kështu që Megli dhe Gjesi e kanë për herë të parë histori, nuk i kanë bërë spoil asnjë detaj, kështu që sigurohu të mi surprizosh siç më ndodhi dje mua. Okej, në rregull. Atëherë unë kam qenë me një lidhje prej 3 vitesh me ish të dashurin tim tashmë. Duheshim shumë me njëri tjetrin, po ai kishte një problem shumë të madh, që ishte xhelozia. Dhe ishte xheloz për çdo gjë, pra edhe nëse më zinte mua një mesazh, qoftë një telefonat, thoshte po më traston, po të shkruan dashnori gjatë gjithë kohës. Edhe erdhi një moment që unë fillova të kisha reagime pak të tepruara, për shkak se i tha të imbushur. Cilat quhen reagimet të tepruara? Çfarë në kundër përgjigje? Do me thënë, erdhi një fish që unë reagoja do tipit ikse më qa dhe kokën, më lodhe, je bëri patorueshëm, po ju nuk je broja. Zera i thoshte gjithmonë diçka kur unë reagoja kështu. Thoshte ky reagim është si këtë reagimi që bën dikush i cili është kapur mat. Dhe e justifikonte xhelozinë e tij me faktin që reagimi yt, overreaction që ti bën, tregon që po e vërtet këtë gjë. Po ti nuk është se kishe në një gjë për të fshehur apo ja? Nuk kisha asgjë për të fshehur, thjesht kisha biseda pune me koleg pune për të cilët ai mendonte se ishin dashnorët e mi. Kolegët e mi ku punës. Dhe që të shkojmë në ditën më të turpshme të jetës time, ne kishim dalë në një restorant në blok për darkë. Dhe ishim ulur duke ngrënë darkën, mua vjen një telefonat nga një koleg pune, i cili me shumë mundësi don kërkonte diçka në lidhje me punën për të nesërmen apo nuk e di, dhe unë e mbylla telefonin. E mbylla sepse nuk doja të përgjigja në një moment, unë kisha dalë për qefin tim. Nuk doja që të hyrash me punën. Dhe kur e mbylli telefonin thot, të mori prap dashnori dhe ti s'to përgjigjesh se jam unë këtu. Dhe Goca, unë kaloj në një reagim realist skizofren, që nuk e fal vete të reagim, sepse në mes të restorantit, fillova duke u lëritur, më ke çmendur, më ke çfarë kokën, nuk të duroj dot më. Mua dje në Instagram nuk më tha më ke çfarë kokën, po e mendoni vetë përgjigjen. Okej. Tani a ke tik për televizorin. Në këtë moment, ai më thot shumë qetë dhe edhe sot e kësaj dite më bën përshtypje qetësia e tij, më thot me të dy do ndahemi dhe kjo marrëdhënie nuk duhet më. Po shumë mirë. Sepse ai u ndjeh shumë më të buar nga reagimi që unë pata. Prit. Jo, vazhdo ti, se i thash Gjesit prit për vazhdimin e historisë. Okej. Edhe ai, domethënë, unë e doja shumë atë. Unë mund të lija atë që të ndahi nga unë, realisht. Unë pa të nuk bëja dot. Dhe ai qohet dhe ikëm nga restoranti, dhe unë i dal nga mbrapa. Por Goca nuk ju thash një detaj. Ishte e premte, ora 10 e darkës në blok. Okej? Mendojeni vetë se sa njerëz kalonin aty në atë moment. Doj që kur ishit brenda në restorant që ti ke filluar të ke ulëritur, që aty fillon jemi të qartë. Dhe ai po ecte me një hap shumë të shpejt për t'u larguar nga unë, dhe unë që e ndiqja nga mrapa, dhe në një moment i afus brapit, e kap, ulem poshtë, e kap nga këmbët dhe i ulem në gjunjë. Duke qarë dhe duke u lëritur, të lutem mos më lër se unë nuk doj dot pa ty, ti e jeta ime, kërës zoti nuk të trastoj dhe nuk kam asnjë tjetër. Jo, thjesht nuk të kam trastuar dhe nuk të trastoj. Wow. Dhe kiste ikur fytyra sepse mballën veten si një mashkull
të fortë, gangster. Jo, një mashkull që mund t'i lejoj vetes të tilla spina në mes të bllokut në orën 10 të varkës vitë premte. A e kuptoni për çfarë kisha fjalën tani? Si e ulur në gjunjë, maj. Ja ka për të nga këmba. Ja ka për kështu nga këmba. E kam në kokë. Kam një imazh në kokë. Shiko, e ulur dhe duke ja shtrënguar këmbët forte, kisa përqafuar realisht nga këmbët dhe qaja dhe vetëm qaja. Qaja dhe vetëm qaja gjatë gjithë kohës i thoya të lutem mos më lër se unë nuk jetoj dot pa ty. Unë ta kisha parë. Dhe kjo skenë ka vazhduar për gati. Që jam duke pa. Unë do kisha shku do i kisha heshë, kisha thënë të lutem mblidhe vetëm moj femër, të lutem për mblidhu. Që skenë ka vazhduar gati për 5 minuta. Që unë nuk i ndaj, derisa ai në një moment thot, "Ok, do të." Po. 5 apo 8? Të si ka? 3 minuta, të si ka? 1 minuta bësh e shohin gjithë. Po ka shumë, se tha të detaj nuk më thotë sepse nuk më thotë ok, të kam falur, nuk më thotë, ka nevojë të ma thoshta. Kam falur. Nuk do të thënë, ajo shndroi ashtu gjatë derisa ti thotë që kam falur. Për të falte më shpirt, për çfarë të falte? Unë doja që ai të më falte për reagimin, mbas ai mendonte që të më falte për shkak të trastisë, gjë që nuk ekzistonte, por pas 5 minutave. Pas 10 minutës ai më thot, "Ok, të kam falë sa për të largohen sepse gati na kishte parë gjysma e Tiranës." Unë në gjunjë dhe ai që përmbledh çik më shpejt, thonë të kam falë që në fillim. Nuk e përmblodhi sepse ai donte të ndahe nga unë, e kishte ndarë. Dhe pas rreth 1 muaj që ne, ishim bashkë, mund të themi, por jo, nuk ishim shumë mirë me njëri tjetrin, unë zbuloj që në fakt personi që trastonte në ato çistis dhe ai. E shikon ti. Janë gjithmonë ata që akuzojnë. Absolutisht. Po, sidomos këta që thonë ti po bën overreact, se po më qef në i gjë, po mbrosh më shumë se ç'duhet over. Fuckers. E kupton më shpirt. Po, ai prandaj kishte këto reagime, sepse ai donte të ndahej nga unë, po donte të ma histe mua fajin dhe të ndahej qetë. Po ne, a patëm do një reflektim pas i kapëm tjetrin për këmësh? Unë sotë e kujtoja në një terapi. Sa budallaqe, se kam qënë dikur. Sot e ka në me qetur. Sa budallaqe. A kemi kapur më meshkuj për këmbësh dhe i kërcënojmë që t'na falin dhe mos t'ikin? Jo. Bravo! Dorë të kasim. Bravo! Ti vlen, tashmë. Si vlej stot, se atëherë me ato mëndë që kisha, nuk vleja. Nuk mund të thuash ti atë fjalim, atë mëndë që kisha. Se s'kisha. Konese, ju bëra për qeshtur me historinë time, besoj. Jo, shumë gjëra ndjeva nga më të ndryshmet. Sa herë mbyll syt më vjen imazhi jot poshtë këmbës atit në blok. Mojrea, një pyetje kisha që është irelevante komplet me muhabetin, po atë ditë nga restoranti ikët pagoi njëri apo e lat kështu edhe thjesht fluturua të dy nga restoranti. Ta dim ta praktikojnë. Pagova unë se ai ku më la. I ka lënë edhe faturën. Faturën e bukës. Edhe faturën e bukës e ma ku kjo. E shikon se ishte detaj rëndësishëm ky tregon. Unë po të punoja te ai restoranti, pasi kisha pak të skenë dhe thoja ik nga lokali, ti thjesht ik urgjent. Ik urgjent po të mos. Po si këta iko ka para të në tokë, të ulur i ka thënë çao. Çao, se të fala, çao, vetëm çao që këtu ikim. Ai gjatë gjithë kohës më shtynte, po pastaj u deçirua. Zoti na ruaj. Shtynte, pra pas ka pas në veprim, nuk pas ka qenë thjesht. Nuk pas ka qenë thjesht ti që kap edhe ai tenton tike. Pas ka pas aksion. Ik moj. Ja. Mos më lër. Ja, mos më lër.
lutem fal. Kuptoj tani e lidh më mirë pa. Tani plotësua puzzle. Moj se thon këta trillon historitë, ku trillohet kjo histori me ku ka skenarisht më të mirë se Ka historitë dëshmitar për këtë histori, ka Po ta dëshmitar. trilloja do m'vinte zor. Më fal, me Për gjithë zotin, respekt. as për të trillu nuk trillohet dot kaq mirë. Do ma bënte pena, do ma bënte. Rëndësi ka që vajza të mësojnë. Shumë faleminderit. Faleminderit ju vajza. Rea je mrekullueshme, mos shiko pas. Ec vetëm përpara. Dhe mos u ul më kurr në gjunj apo jo më kurr. Me në rast që mos ul, Gjoj në rrugë. jo, mos ul në gjuhin për tu përshëruar. Prap nise. Tani ti ty. Okej. Jo më garë që shparë, po të gjitha bëjnë sens nëse ka dëshirë. Maybe that's her thing. Shumë që Në rrugë, okej. Qartë, që thjesht mos në rrugë jo, domethënë. mos i mba njerëzit me zor. Po, kaq. Kaq. Ta mbyllim.